Ju nga tjeta uroj të jeni mirë dashur miq, ne jemi zyrtarisht brenda rendit të ri botror. Dhe unë do të përpiqem t'ju shpjegoj se si dhe ku gjenden shqiptarët dhe si duhet ta lexojmë divorcin vllazëror ndërmjet Tiranës dhe Prishtinës në këtë lojë të madhe të kombeve. Këtu kemi dy linja paralele ndër shqiptarë. Rama dhe Berisha janë dy lojtarë të një trupi, janë një trup me dy koka, që luajnë me dy teza të ndryshme për të njëjtën lojë, që ata të jenë kenë monopolin e politikbërjes në Shqipëri, ndërsa zoti Kurti po luan me linjën unë do të sakrifikoj marrëdhëniet e mia me Perëndimin, por do të vendos sovranitetin. Pra, Kurti thot sovranitet mbi Kosovën, refuzim të zajednicës dhe të kompromisit, edhe nëse kjo na prish me ndërkombëtarët. Do luaj linjën e ashpër. Rama bashkë me Berishën do luajnë linjën t'i bëjmë qefin Beogradit, sepse kështu ka qenë Parisi dhe kështu mund të ketë qef edhe qarqet caktuara në Washington, dhe kështu i themi Perëndimit që ne jemi gati t'ja dorëzojmë shqiptarët sundimit të Beogradit dhe nën tutelën e stabilitetit u themi atyre të vazhdojmë qeverisim shqiptarët, kush? Rama dhe Berisha. Po kur të jetë kjo botë e ardhshme, po Shqipëria dhe shqiptarët ku do t'jenë? Edi Rama, në qoftë se nuk bie deri në fund të marsit apo deri në fund të prillit, për mendimin tim ka rënë, është i rënë, sepse është bërë kosto për sistemin dhe për Perëndimin dhe për shtetin e thellë në Amerikë. Është bërë kosto. Mbrojtja e Edi Ramës nga Washingtoni do të ishte shkatrim i imazhit të Washingtonit ndër shqiptarët. Dhe shqiptarët do ta kuptojnë që janë shit. Ku janë shit? Ke Edi Rama. Rama dhe Kurti kanë dhe rivalitetin e brendshëm ndërmjet tyre se kush do të jetë lideri i shqiptarëve në botën e re që po vjen. Rama ka mbaru punë, sepse është shndërruar në një kosto të madhe për sistemin. Ndërsa Albin Kurti, siç ju kam thënë dhe ju kam përsërit vazhdimisht, nuk është në përplasje me amerikanët, ashtu siç thon ambasadorët amerikanë her pas here. Albin Kurti është në rol të përcaktuar qartë me amerikanët, do të luash sovranistin, ne do të themi jo dhe ty do të rriten pikët. Dhe kështu amerikanët nëpërmjet një konflikti me zotin Kurti prodhojnë liderin e fortë dhe shqiptarin që është gati të përplaset edhe me Amerikën vetëm e vetëm për të ruajtur interesat e Kosovës. Dhe këtë profil e do vetë Amerika për të kriju balans ndaj Vučićit dhe të gjitha planeve shoviniste serbe dhe përrjedhoj edhe ruse dhe qarqeve slave këtu në Ballkan, kundër interesave amerikane dhe kundër interesave të shqiptarëve. Përrjedhoj, Edi Rama e sheh kompeticionin me Albin Kurtin tepër të rrezikshëm për të. Ndaj po bën gjithçka që të shes çfarë të mundet, vetëm e vetëm që të marrë një të pestën e rolit që ka marrë Albin Kurti. Unë a kam shpjeguar, keni tek videot poshtë. Albini nuk është budalla që të prishet me Amerikën, mos i hani këto. Edhe vllaznia jo në Kosovë, edhe në truhet shqiptare. Albin Kurti ka qenë një lojtar që ka qenë konsistent, vjen nga deep state dhe nga loja e rendit të vjetër botror, është produkti tyre dhe ja ka dalë të mbijetoj të paktën deri tani si lojtar në rendin e ri botror. A do të vazhdoj të jetë Kurti lojtar qendror apo jo? Këtë e din ekuilibrat e lojës në Washington. Në qoftë se në Amerikë ka konsensus brenda shtetit thellë që Albinin e dum lojtar për të ardhmen, ai do të vazhdoj të jetë lojtar për të ardhmen. Në qoftë se triumfon ana dhe pala që do ta largojmë edhe Kurtin,
Kurtit do t'i sajojnë 500.000 historike, vjedh zgjedhjet, ke manipulu zgjedhjet përgjithshme, edhe do të përpiqen ta godasin fort. Kjo është ajo që duhet bëhet gati Kurti atje. A do t'ja arrin apo jo? U thash, kjo varet nga loja që do të luhet në Washington. Këtë nuk e vendosin fatkeqësisht, nuk e vendos populli. Duhet ta keni parasysh se mos ju rrë mendja se e vendos populli. Populli shpreh sovranitet, shpreh vullnet, po t'u vun ata lart me t'i çmontu kockat, t'i çmontojnë kockat dhe të hedhin në kosh të plerave, kush do qofsh. Kurti e di këtë, por Kurti di dhe diçka tjetër. Që Kurti e ka mbrojt veten, dhe kush është arma e fortë e Kurtit? Kurti ja ka dalë që të jetë një lojtar që nuk ka pislëqe mbi su. A ka akuza për korrupsion? Pa diskutim që opozita ka bërë dhe atje. Edhe mund të ketë bërë korrupsion, si thot opozita e Kosovës. Unë nuk i di këto. I kam gjuhë për mediave në Kosovë. Por, Kurti ja ka dalë që të marrë imazhin e liderit të pastër. Nuk ka rëndësi nëse je me Kurtin apo je kundër tij. Ai ja ka dalë të ndërtoj imazhin e sovranistit, e njeriu edhe pse majtist i fort apo leftist i fort, globalist i fort dhe pranë qarqeve të Sorosit, Kurti ja ka dalë që të thotë për sistemin dhe për rendin e vjetër dhe të ri botror që unë jam lojtar tek i cili investimi juaj nuk ka shkuar dëm. Pse s'ka shkuar dëm? Sepse Albini sot ka popularitet të lartë në Kosovë dhe ndrohet shqiptar. Ndaj Kurti i ofrohet sistemit të ri botror si një rival i drejt për liderin e shqiptarisë ndaj dy kartave të djegura të Tiranës që janë kush? Rama dhe Berisha. Sepse kjo e përsi e Kurtit i jep atij një lloj qetësie e cila duket qartë që manifestohet sot tek qëndrimet e Prishtinës që janë shumë të kujdesshme. Një, nuk e nxjerrin në sipërfaqe rivalitetin Albin Kurti Vjosa Osmani, edhe pse zonja Osmani tentoi që të krijojë një lloj terreni dhe e përsie ndaj zotit Kurti në momentin kur pati takimin e dashamirës me Washingtonin dhe me Donald Trumpin, Albin Kurti me shumë dinakri e kaloi dhe e ka përdhiu pa treguar që ndjehet i rivalizuar nga Vjosa Osmani. Dhe çfarë bën? Me shumë kujdes, edhe pse i përket elitave liberale të majta, ai del dhe thot: unë jam i gatshëm të kontriboj për popullin e Gazës, sepse ka dhe sensibilitet, ka 90% musliman të popullit brenda, dhe ai do ta përdor, sepse çdo lider politik i përdor ndjenjat fetare për këtë histori. Dhe çfarë tha zoti Kurti? Ne tha do të bëjmë pjesë tek bordi i paqes. Të ishte për Kurtin as për 2000 vjet nuk futet ke bordi i paqes. Sepse Kurti i përket asaj pjese të Europës dhe të Amerikës së thellë që është kundër bordit të paqes dhe kundër Donald Trumpit. Kurti çfarë tha? Ne do t'japim kontributin ton për popullin e Gazës nëpërmjet bordit të paqes që krijoi presidenti amerikan, dhe kështu do të ruajmë, tha, marrëdhëniet e shkëlqyeshme me aleatin ton të madh. Pa çka se mbështetësit e Kurtit, një pjesë e tyre nuk e shohin dot me sy Amerikën. Kurti ja del që t'i mbaj ata të mobilizuar për momentet e tij të rrezikut, dhe Amerikës vet i lshon mesazhe paqeje dhe bashkëpunimi edhe Amerikës së Donald Trumpit për të fituar supremacinë që ka ndaj dy lojtarëve të Tiranës, Rama dhe Berisha, dhe në mënyrë që ai të vazhdojë të jetë. Dhe sot Kurti, të paktën deri në këtë moment që po regjistrohet kjo bisedë, është kandidat rival
më i fortë për të qenë lideri i shqiptarëve deri në këtë moment. Në qoftë se Amerika ka karta të tjera nën mëng, ato do t'i shohim dhe Amerikanët nuk i zbulojnë para kohë kartat e tyre. Ato ndodhin dhe ju e gjeni veten përballë faktit të kryer. Ndaj, divorci vllazëror sot ndërmjet Albin Kurtit dhe Edi Ramës me Sali Berishën është një divorc i cili ka në themel tentativën e tyre për të ruajtur leadershipin dhe lojtarin kryesor në trojët shqiptare, dhe ky divorc vllazëror na e dobëson unitetin Shqipëri-Kosovë dhe na bën çështjen shqiptare si një makinë me dy timona. Timoni i Ramës dhe i Berishës është në një tjetër drejtim, timoni i Albin Kurtit është në një tjetër drejtim. Dhe kjo rrezikon ta përplas makinën shqiptare sot në rendin e ri botror, pjesë e të cilit ne jemi. Nuk e di a ja dola të jemi qartë apo jo. Pra, sot ne në Tiranë kemi detyrë, vëllezërit e mi dhe motrat e mi shqiptar, që të kuptojmë mirë këto detaje dhe pasi t'i kemi kuptuar, t'i shndërrojmë ato nëse keni ju dëshirë në aksion të mirëfillt politik. Unë në këtë moment jam aksion mediatik. Dritarja televizioni Kreshnik Osmani me çmision qirjen e maskës së të gjithë lojës anti-shqiptare, për ata që kanë mendje. Me çfarë? Me fakte, me prova, me qetësi, me argument dhe me qirje maskë. Vëllezërve tanë të ndyrë patronazhist kjo nuk i pëlqen, po i përvolon shpirtin. Por ne nuk do të ndalemi se nuk u pëlqen atyre. Do të vazhdojmë, sepse Shqipëria është në pikë të hallit. Dhe makina me dy timona e trojeve shqiptare dhe divorci vllazëror Tiranë-Prishtinë rrezikon të na përplas dhe të na çojë në humner, në atë humner ku askush nuk donte të binte. Kaq për sot, pjesën tjetër detajeve ju e dini si gjithmonë. Vijoj në numrin e ardhshëm.